Në dëshmitë arkivore, pse lidhja e Prizrenit ishte qeveri gati 4 vjeçare. Emision me fakte, argumente dhe ulumtime, të realizuara nga doktor Admir Mulaj. Ku ka rezet arsimit, ku ka fusha lule bor, ku këndojnë kantena imi. Përshëndetje dëgjues të respektuar, unë jam Admiri, bashkë me shpresën dhe stafin, po fillojmë emisionin e tretë të ciklit radiofonik kushtuar lidhjes së Prizrenit, me dëshmi të reja, folkun për katës historik dhe poezi nga kryevepra e fishtës Lauta e Malësisë, për ngjarjen ndër më të lavdishme të historisë kombit, mbrojtjen e plavës së Gucisë në janar të vitit 1880. Dihen nga pleq deri te fëmijët e shkollave e kjo përcillet nga brezi në brez, se këtë betejë legjendare drejtoi njëri prej gjeneralëve më të shquar të kombit, Ali Pash Gucia. Ja se si e përshkruan portretin e tij fishta ynë i madh. Drita duel dielli skale, Ali Pasha i trim rufe, heret sot a i ken ka quë, ken ka vesh, ken ka shtrëngue, pas ka zbrita i në katue, ka marrë gjogun, e ka shilue, i ven frenin prej Florinit, i ven shalën te Latinit. Ma shtrëngon me 3 kolona. Hidhet gjogu Porsizana. Porsizana në malt të morit, kur ka dal tek dera u borit, nanës vet a i po i thret e kështu po i flet. Pa një gjo, moriti loke. Ban një ner miqve e shokëve, ban një ner kush ashtë për ner, mos let vobekt me të kjan der. Më kanë dalë do pun të reja, e do të shkoj deri kapeja, deri ka hreka. Për me u pjek tek Haxhi Zeka. Kur ka nije ora e Shqipnis, se çka i tha Pasha i Gucis, fort me veti ajo është gëzue. Edhe Pashës kështu i ka ligjërue. Më kam pra Ali, por në kjo shkun gjallë, knjazin topin është ka kallë, dile piqën Haxhi Zeken, grish Kosovën bashkoreken. Lësho kushtrimin tosken geg, mblidh një tok si kokra në sheg. Jemi në valët e Radio Kontakti të dashur dëgjues, në emisionin Pse lidhja shqiptare, ishte qeveri gati 4 vjeçare. Lidhja në Prizren po sa murvesh se kongresi lshoi plavën e Gucin Çetinjes, me të shpejti dha urdhën Ali Pashës nën prefektit të Gucis, i cili ishte edhe një nga antarët ekstremista, si tha më sipër, dhe faktor me rëndësi i lidhjes që të përgatitesh për mbrojtje kundër malit të zi. Ali Pasha me të marrë urdhnin shkoi në plavë dhe thirri gjithë kryetarët e këtyre krajinave e nëpërmjet të tjera shu tha: Kongresi i Berlinit për të cilit kishim shpresa të mëdha, na lshoi Kemali Zi dhe sultani në Stamboll dha pëlqimin e vet. Deri të dielën jemi të Mretnis e pas kësaj të Knjaz Nikollës, armikut ton për vdekje. Jemi gjithnjë duke shfletuar librin Lidhja e Prizrenit dhe veprimet e saj të dashur dëgjues, të historianit të shquar Xhafer Belegu. Kryetarët kur në gjuhën këto fjalë u të merrun aq tepër sa zun me qas si fëmijët. Për vendin e vet tepër të dashtun dhe dhanë besën ma mirë më vra burrnish me armikun, si mas zakonit gjoks me gjoks,
se sa me ju dorëzu turpnisht. Ali Pasha pastaj shkoi me lajmëru ata të Gucis. Kryetarët e plavës vendosen me lajmëru Jakub Ferrin, një nga njerëzit më trima e më me rëndësi të krahinës. Bilko Sheović e Nacho Shahmani me disa shok shku në shtëpinë e Hasan Ferrit. Bilko pa se Jakubin dhe i thot: "Punët mrapsh janë ty na shkue." Jakub Ferri u çudit dhe e pyet: "Çfarë punësh janë ty na shku mrapsh Bilko?" "Si kështu?" Bilko vijon: "Ka ardhur beo prej Gjakove e na ka pru lajmin e zi se sultani ja ka dhënë knjazit malit zi plave Guci." Jakub Ferri, një trim i urt me gjykim të mpret, ju përgjigj Bilko Sheovićit me këto fjalë të zjarrta: "Ma i fort është Zoti se sa sultani të 7 krajlat. Pa është bina me gra e me fmi, ajo gjë s'ka më bo." Pastaj urdhënoi shërbëtorin me ja bë gati atin, edhe porositi që ta lajmëronte familjen se Jakupi po nisej për Gjakov. Jakub Ferri mas pari shkoi drejt e ngashën krasniqe të Tropujes, e qiti kushtrimin ndër këto dy fise që janë më të fortët në Kosovë. "Çoj burra, kush është shqiptar se po duhen me na dorëzu shkaut." Populli i këtyne dy fiseve priti me idhnim të madh të lajm dhe i dha besën kryetarit plavës se do t'i ndihte me sa ti mund të krau. Jakub Ferri si e siguroi ndihmën e gashit të krasniqes, shkoi fillen në Gjakov, ku po mblidheshin burrat nga të gjitha anët për me bisedue me marshall Mehmet Ali Pash Maxharin, të dërguarin e sultanit. Si baroi lufta rreth kullës së Abdullah Drenit, ku mor pjesë aktive dhe Jakub Ferri, u kthye ky prapë në plavë. Populli me të ndëgjuar ardhin e tij, u grumbullu në shtëpitë e tij për me marrë vesh lajmet që po sillte Jakub Ferri për Gjakove. Atyne që deshen me na dorëzu të shkau u andreqem qefin, dhe me knjazin shka do t'i këqyrim mirë hesapet, ashtu si që këqyrim edhe me Ali Pash Maxharin. Ali Pash Gucia me Jakub Ferrin munden me mbledh një fuqi e cila rrinte gati për mi bë ballu ushtrisë malit zi në rast nevoje. Gjergj Fishta e she kështu këtë betejë legjendare. Ke janë dynd plave Guci, ke kanë ra strelce plevi, me Sutjesk e Minokšić Vuthaj e Martinović, Hoti i Kujt, Morin i Zniq, Gash Krasniqe Reçe Dardh, Qafe Diellit, Lumi Bardh, Nika i Palç edhe Mërtur, që kund pushkës Silan Kusur, edhe këtyne u ka pri Ali Pasha i Kimezi, kaluar atit Pullali, se si ajo reja me duhi, kur të zbres mbi harami. Vjen mandej që Jakub Ferri, një plavian, një zog skifteri, miru shtrue në log të mejdanit. E mëtej vazhdojmë me librin e Xhafer Belegu tashmë. Me 5 kallnur, Jakub Ferri dhe Çel Shabani prej rrugove, si pan para rojet e armikut që kishin zanë vend në Nëkshiq Velik, dërguan dy matrimat, Kurt Aslanin dhe Nur Kurtin prej Nëkshiqi, për me vrarë rojet e malazesve e me janis luftës. Të dy pararoje shqiptar Kurt Aslani Nur Kurti fyt me malazes metën të vram. U çu potera e filloi lufta. Malazes kundër sulmun, ushtria Mark Milanit u msy prej fuqisë së lidhjes në fushë të Nëkshiqit. Një luftë e rrept dhe përgjakshme u zhvillue. Të dy fuqit ju afruan njëna tjetrës, lanë pushkët e zunë të përdorin jataganat e si shte e mundun me u aprej hovin shqiptarve. Malazes u thyn Eran në Lim, për me dalë për te ujit e me u bashku me pjesën tjetër nën Teodor Milanin, por për shpejtësisë u mbytën shumë prej tyne. Disa nga forcat e lidhjes plavasit e Guciasit, duke i ditë vendet mirë, nxitun për me u aprej rrugën Mark Milanit e prej kodrës në Nëkshiqit, si e vun përpara fuqinë e Malit Zi, hyn në për tokat malazeze dhe dogjen Velikën, Pepajt e Arxhanicën dhe i bën rrafsh me tokën. Humbjet e malazesve qenë të mëdha. Shqiptarët kishin të drejtë me umburr, se thyn një fuqi të disiplinume e të pajisur me armë të reja me artilleri, kurse ata vetë përveç se nuk kishin armë moderne, por s'kishin as komandë të përbashkët. Është interesant fakti se si u ngrit në kushtrim Alsia Gjakovës dhe si luftuan këta mira burra në një ndër betejat më legjendare të historisë së shqiptarëve.
Dhe tani të dashur dëgjues që në këto momente po qëndroni me mua admirin dhe shpresën në valët e Radio Kontaktit në emisionin për lidhjen e Prizrenit. Po them disa fjalë për Bek Dinin, është bajraktari legjendar i Shipshanit, stërgjyshi i kolegu tim Admir Mula, shkruar në librin Bajraku i Liris. Ky dhe është nana që na ka rritun, me tamël të gjive të vet na ka ushqye. Eni e pushonin krahnur tem, e mësoni fëmijëve tu sa jeni trima e si luftoni. Kushtrimi u dha natën ati dimrit acartë të vitit 1879, një dimër i madh, kishte kapluar mbar trojët shqiptare. Në mëngjes heret, u mblodhen në butësin të shtrënguar për udhëtim të gjatë dhe luftë. Kushtrimi kishte qenë për jeta vdekje. Pra, të gjithë burrat të prirë nga bajraku i tyre u nisën në të përpjetat e bjeshkëve. Zëri kushtrimit vinte nga Ali Pash Gucia e Jakub Ferri, vinte nga Plava e Gucia. Kushtrimin e jepte toka, atë dheu. Kronika thot se luftëtarët e Shipshanit i printe bajraktari legjendar Bek Dini. Jemi në valët e Radio Kontakt 89.3 MHz. Në vazhdim të ciklit të emisioneve kushtuar ngjarjeve historike të lidhjes shqiptare të Prizrenit, vazhdojmë me betejat e Plavës së Gucisë, dhjetor 1879, janar 1880. Orët e ditës së dhjetorit 1879 kalojnë shpejt dhe vargu i pa mbarimi luftëtarëve ngjitet qafës Dobërdolit, veriut të Tropues. Ata po shkojnë drejt Plavës së Gucisë, drejt luftës Lirisë me këto qaste po nguten Gashi Krasniqja, Nika i Mërturi, Dukagjini, Malësitë e Mëdha dhe Mbar Kosova Luma tër Shqipëria e epër. Këngëtari e patjetër kështu nisjen e malsorëve për luftë. Moj malsi, kjo është bekue, apo vjen ti me mnimue, apo më duhet më ufarue. Kur në malsi fjala ka shkue, i madhe i vogël tan janë quë, deshe dath, si kanë qillue, tan ka Plava janë fillue. Luante Shipshanit, Gashit e Krasniqes, të prirë nga Bek Dini e Halil Ibrahim Baraktari, Ali Ibra Qerim Binjaku, Mit Sokoli Hoxdollapi, mbritën mbi Plavë në mesnatë. Si ariqin e gëzuar e shoqëruar 1000 shkrepje pushkësh për një hersh, me një këngë kushtrimit të kënduar nga 10 azgana. Kënga dhe krisma u përhapen maleve duke u futur frikë e të merr ushtrive malazeze që ishin rrethuar për betejë. Jemi në valët e Radio Kontaktit dashur dëgjues, po na ndiqni në emisionin kushtuar lidhjes së Prizrenit. Do të vazhdojmë tani me një këngë tjetër, të cilin shpresoj që Altini do ta ketë gati për transmetim. Moj Kosovë, moj mëriz me zana. Moj Kosovë, moj mëriz me zana, 500 vjet je presu tona, 500 vjet para konopit, 500 vjet në grek në topit, 500 vjet gjellin e nzime, 500 vjet gjo me vetim. Lut me turke dhe lufto me shkav, se gjak bajloza shjena lam. Lut me turke dhe lufto me shkav, se gjak bajloza shjena lam. Mik të i tonë zelmetav, mos mutur me bajonetav, mos ma shkel derën me zor, mos mik të dje pat në vor. Boshandor pushkel me kape, i ti kam kosarojet flak. Shkat ka gjeta zdido me thon, se këta bajvar serbin të ton. Shkat ka gjeta zdido me thon, se këta bajvar serbin të ton.
Jemi gjithnjë në kohën historike, në fillim të janarit 1880 në brigjet e lumit Lim, në fushën betejën legjendare për mbrojtjen e plavës së Gucisë. Kronika flet përsëri me këngët e popullit. I piskam të madhe pas kanë bë, 1000 pushk batari kanë shpraz, gjame madhe bjeshve pas ka marr, ja ku ferri para u ka dal, tan me rënd në gryk po i merr. Beteja legjendare e mbrojtjes plavës së Gucisë ka vazhduar 40 ditë me një të ftohtë të egër të Alpeve dhe përballë një ushtrie të përgatitur e të armatosur mirë. Beteja e fundit u zhvillu me 11 janar 1880 në brigjet e lumit Lim. Para betejes, kërkomandanti Ali Pash Gucia bëri një organizim të ri ku ndan disa detyra për secilin barak. E atë ditë barakut Shqipshanit i takoi mbrojtja dhe mundësisht kalimi i urës së Limit, gjë që u jepte mundësi luftëtarëve shqiptar për të kaluar në anën tjetër e për të asgjësuar plotësisht armikun e thyer të shpartalluar. Zdia po më kupto o Begdini, ura don burra të fortë e ata jeni ju, i thot prerë Ali Pasha. Ashtu koft, u përgjigj po prerë Begdini dhe me një përshëndetje fisnike në dorën zemër u largua si vetëtima. E kështu historia do të fikson të përjet kreshnikët e Shqipshanit mbi urën e Limit. Pak metra para bajrakut, nderi të krenarisë së Fisit, në krye të urës, zun vend kreshnikët Ahmet Sadria i Papajve, Isuf Abazi i Gegajve dhe Coli Sufi i Buçajve, pra 3 fytyra të ndryshme të 3 rrënjeve hyjnore të këtij fisi krenar, respekt për këto 3 fise. Nga të gjitha anët vinin plumbat dhe sharapnelet. Ura mbrojej nga forcat e elitë të Krejl Nikolës. Koha nuk priste. Luftëtarët shqiptarë kishin rrëmbyer në krahët e vet kushtrimi i Adheut dhe urrëtia kundër armikut. Janë vetëm pak sekonda kur Ahmet Sadria hidhet mbi urë, e jep zërin e tij si të një luani e dëgjojnë këtej dhe andej urës. Të paçan qafë urë, qysh se u bane deri më sot trimsione i Isuf Abazi nuk ka kalue. Dhe qanë përpara me jatagana në të dy duart e pas tyre të tjerë trima midis të cilëve valvitej bajraku. Kështu u kalua dhe ura e Limit. E pra jemi në valët e radiokontaktit dashur dëgjues 89.3 MHz. Ju kujtoj se po na ndiqni në emisionin e 3 në dëshmit arkivore. Pse lidhja e Prizrenit ishte gati e qeveri 4 vjeçare, fakte, argumente dhe hulumtime. Në çdo shtëpi të Shqipshanit, tash 120 vjet, ruhet dhe përcillet trimëria dhe dialogu me urën e Kreshnikut të Shqipshanit. Kësaj i vjen ndihmë dhe mrekullisht kënga. Kush po dirgjet nga Kalaja? Coli Sufi e Hoxh Bellaja. Po bajnë luftë satan dynjaja. Kush po mësyn në luftë i pari? Ahmet Sadria e Isuf Abazi. Nur të Limit kanë kalue, me shoshojnë të i kuvendue. Trim si ty e trim si mua në këtur nuk ka kalue, qysha dit që ashtë marue. Por bashkë me këngën përcillet dhe dhimbja e nderimi përjetshëm për trimat që ranë atë ditë. Të parë dhe në mes të urës mbeten si rojet përjetshme të lirisë pikërisht Isuf Abazi e Coli Sufi, kreshnikët e urës së Limit. Në këtë betejë Shqipshani lanë altarin e lirisë të trojëve shqiptarë të plavës së Gucisë edhe bijtë e yj të përjetshëm Haxhi Ahmeti, Kadri Bajrami, Isuf Kadria, Sadri Rustemi e Temalili e tjerë. Edhe atë Gjergj Fishta bën përshkrimin legjendar të betejës, pavarësisht se nuk kombinojnë emrat i lahutës Malsis me ata real. Këtu jepet energjia e pashembull që ju dhan këtyre betejave burrat e pamposhtur të bajraqeve të Malsis së Gjakovës. Dëgjoni si e kundron betejën dhe heronjtë e saj Fishta i Madh në këngën e 25. Ma ndihmon Sadri Mehmeti, bajraktari fort i Gashit, me Adem Çelën, djalën Bazvedi, që bjen shka si në mish të dashit. Apo në këngën e 18. Disa kren bajraktar, do belere do agallar, si me than Qerim Binaku, që ku nodhi aty rodh gjaku, e si njaj Sadri Mehmeti, zanit cilit një kamreti, njani Gash, tjetri Krasniqe. E në betejën e Nokshikit apo në luftën legjendare të shqiptarve për mbrojtjen e plavësit Gucis, morën pjesë shumë djelmosha të rinj të Shqipshanit, të cilët u pagzuan me qëndres, me trim rritë rall, e shpesh edhe me plag, nga ndeshje trup me trup. E të gjitha këto do të përbënin për ata një mësim të madh dhe prolog për betejat e tjera që do t'i prisnin. Njëri ndaj luftëtarët e rinj ishte edhe Tahir Beka, djali i vetëm i bajraktarit
Bek Dini. Baba e gjyshit tim. Des. Po kthehemi përsëri te Jehona që pati fitoria e madhe e shqiptarëve në Evropë dhe entuziazmi në krahinat e ndryshme nga veriu deri në jug. Në këtë betejë legjendare ranë shumë trima që këndohen në këngë. Midis tyre shkëlqeu heroizmi i Jakub Ferrit. Ja dhe balada madhështore për Jakub Ferrin, Nga djemtë e detit, me solist një këngëtar të jashtëzakonshëm nga Malësia e Gjakovës, Gentian Demaliaj. Qashta i gjogë i kuq i bardhë, nga beteja sjell haberin. Heu, në përbjeshkë i bie, filli vetëm pa Jakub Ferrin. Si dori i lasht prej qetash, ai po vjen me vrat prej malit. Asuj varat e Valbonës nuk ja lajnë rket e gjakut. Jakub Ferri morkuje, thrasin malet me piskam, 30 krena i ke pre, me 7 plag po rrin në kam. Unë dhe shumë burra e gratë të Tropojës, siç ndihen krenar për historinë e stërgjeshëve të tyre, krenohem edhe për këngët që përcjellin në histori. Gjatë përgatitjes këtyre emisioneve, mësova se këtë këngë e krijuan në vitet 60 djemtë e talentuar dhe ardhëtar të Tropojës. Ishte koha kur nga krahinat e robëruara të plavës së Gucisë arratiseshin shumë burra. Ata vinin me ato veshjet e tyre karakteristike dhe sillnin me vete edhe kujtimet e historisë. Një ndër ata pa treguar edhe për Jakub Ferrin, dhe u krijua kjo këngë me tekst të Marash Mihillit, muzikë të Kol Susës dhe e këndoi përspari para popullit të Tropojës Vjollca Susaj. Më vonë kënga u përhap dhe u këndua nga Dibra, Kosova, Lezhë, Mirdita e në të gjithë kombin. Respekt për krijuesit e këngës së Jakub Ferrit. Që është një këngë padyshim shumë e bukur. Kur flasim për lidhjen e Prizrenit e sidomos për mbrojtjen e plavës së Gucisë, në faqet e historisë, në kujtesën dhe në këngët e popullit, na shfaqet madhështore figura e Haxhi Zekës. Lindur në Shoshan të Tropojës dhe veprimtarinë e ka zhvilluar në qytetin historik të Pejës, në gjithë Kosovë, Plavë e Guci e tjerë. Kam gjetë një këngë shumë të bukur, Admir, është e asaj kohe. Haxhi Zeka po e flet i fjalë. Mark Milan, mos të kjof shafal, i ke shti brinat me shqiptar, si po vin tan val. Një takam si e kam në Rugovë, e bajnë luftën shi e në borë, një takam si e kam Malsi, e bajnë luftën në borë e në shi. Vinë si motit me duhi, qka është tuta nuk e din, bash si lava tur po mësyn, një takam si e kam Reknjan, buke mish t'japin të tanë, pa luftue nuk e lanë. Një takam si e kam në Kelmend, tan janë trima për një mend, e bojnë deken për çdo vend. Një takam si e kam Hasnjan,
fort zanat pushkën si e kanë, një takam si e kam lumnjan, i kthejnë vorret nisti kam. Një takam si e kam mirdit, luftojnë nat e luftojnë dit, kur veten se kanë korrit, s'ka dal kush turrin me oprit. Dibër, mat edhe Toskni, luftojnë gra, luftojnë fmi, e bajnë vendin ty me zy, për këtë trull, për këtë liri, për flamurin, kuq edhe zi. Plava e Gucia, bukuria, krenaria dhe historia e kombit. Historiani Xhafer Belegu na sjell në librin e tij këtë përshkrim të mahnitshëm për plavën e Gucin, përgatitur nga kryekonsuli i Austro-Hungarisë në Shkodër me rastin e fitores së shqiptarëve në betejën e Plavë Gucis. Ja, dëgjojeni të dashur dëgjues. Qyteti krahinës së Gucis është Gucia. Qyteti veç shtrihet në mes të një gryke të gjatë me një lugin të rrethuar prej fushash të bukura dhe të këndshme, edhe prej një kunore kodrash të blerta e të ndame prej malesh të nalta, majat e të cilave janë të mbulume me borë. Uji kthjellët i projit greçar një mfushën, shtëpia të vogla të përndame shifen në lugin e pranë tyne një grup kompakt që është qendra e qytetit të Gucis. Shtëpijat janë të goditura prej guri, përveç atyre të disa vëvëbekte që janë gref prej drase. Pullazet e ndërtesave janë të mbulume me drasa dhe janë tepër të pjerun që të mos zajnë vend bora. Kur shef këto pullaze të gulçohet mallgjimi për Zvicrën. Në disa sheshe janë bjell selvia si në Vorreza. Qyteti ka 4000 shpirt e nga këta vetëm 200 janë slavë të cilët përbuzen prej shqiptarëve që kanë vdekje të sunduan prej tyre. Qyteti ka xhamia të mëdha, një pallat madhështor është rezidenca familjes së Ali Pashës. Tregu ka 50 dyqane e në mes të qytetit gjendet një shesh. Plava shtrihet në buzë të një liçeni të vogël që mba emrin e saj. Luginat e limit janë shumë pjellore, për këtë shkak janë lakmia malazezve. Plava është një qytet i moçëm dhe sot shifen atje shtylla mermerit të vjetra, fragmente skulpture. Disa nga këto shifen të shtrime për tokë e disa janë përdorur për ndreqje shtëpijash. Ky qytet ka pas një famë madhështie të shkëlqyeshme e lulëzimit në kohën e romakëve. Plava në atë kohë ishte një republikë vogël e pamvarur. 3 herë është mësy prej serbëve e më në fund u rënua prej tyne. Plava ka luftue me një qendresë të madhe kundër shkeljes turke, por më në fund u mund si u la në gjak. Plava ka 300 shtëpia me 2300 vendës. Pullazet e këtyne janë godit ashtu si ata të Gucis. Në mes të qytetit ka 300 dyqane. Fortesa është ngref pranë qytetit Buzlinit me mbi një kodër. Forma e kësaj fortese është katrore e qoshet i ka me kulla të rumbullakta. E vazhdojmë të shfletojmë të dashur dëgjues për shkrimin e mahnitshëm për plavën e Gucin, të përgatitur nga kryekonsuli Austro-Hungarisë në Shkodër. Këto të shfletuara në librin e historianit Xhafer Belegu. Këta janë vendet që mbrojti lidhja, por më 1912 duke qenë banorët pa mjete e në pakicë mundën të mësyn për një fuqie malazeze të madhe, nën komandën e Janko Vukotićit. Konferenca e ambasadorëve në Londër më 1913 ja njofti mali të zi plavën e Gucin. Në plavë e Guci edhe sot e kësaj dite dëgjohet kënga e luftës Velik Pepic. Banorët e këtyre qyteteve e këndojnë me mallëngjim. Ja, dëgjojeni tekstin e këngës, i cili është ky. Kush e nisi luftën më i pari, Jakub Feri e Çel Shabani, Nure Kurti e Kurt Aslani. Ndal ka dal bre Mark Milani. Mark Milani, Milanica, ashtë Shqipnia, tan me plisa, tan plisa ja tagana, e pëvet kuqin, qka i bana, der për der gjamën ja qova. Mark Milani, po ban seri, 30 kren preu me njeri, edhe i thonë Jakub Feri. Do më thonë, kryesisht malësia Gjakovës për mbi 34 vjetë mbrojti plavën dhe Gucin. Heroikisht. Këtu po mbyllim dhe emisionin e tretë në dëshmitë arkivore, pse lidhja për Prizrenit ishte qeveri gati 4 vjeçare. Fakte, argumente dhe ulumtime. Mirë dëgjofshim në emisionin e 4. Mirë dëgjofshim të dashur dëgjues. Vazhd me lisat rriten trima, unë malësore mrine mora, për liri shkrepa
l'amur tu che